Mbyll në derën ju lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ju lutemi për qetësi të veçantë. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allim wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. Të nderuar xhamat, në këtë pas ikindije të këtij Ramazani, po vazhdojmë komentin ton Suratun Nahl me ajetin 85. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuh, pasi që përfundoi me ajetin e dersit të ejtës mas ikindije, po i shofin të mirat e veta dhe po i refuzojnë ato. Sot flet për ditën e gjykimit me të parin ajet të dersit sotit, se thot a ditë që njerëzit, a ditë që mushrikët, a ditë që jo besimtarët do të shohin azabin, dënimin e atyre mësi të ballit, mësi të kokës, të gjitha llojeve të zullumit. Kur ta shohin dënimin e Allahu Xhalla Xhelaluhu mësi, Allahu than Kurani Kerim: tash e keni kohën e humbjes së shpresës totale, se ka thonë fela ju khaffafu anhum, nuk do t'ja zvëglojmë një ditë për ditëve. Kanë folë disa prej djetarve se prej mushrikinve të mëdhaj disave, në disa nata, disa javë, disa muaj, javë zbret Zoti Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu azabin si Abdul Mutalibit pëse gjish, si babës për nga meri pëse babë, si kur Firaunit se një ditë e kish folë këtë fjalë me Musa, një ditë këta. Po djetarët qërë si pas komentit këti ajeti kanë thonë: fela ju khaffafu anhum yawmaidhin, Allahu nuk zbret masën e dënimit të këtive njerëzve në mënyrë më të ulët. Ajo vazhdon prej fillimit e deri në pafund me intensitetin edhe me tensionin e njëjtë të dënimit xhehenemit. Kur jemi këtu në muslimanët një punë duhet ta dim. Edhe në xhehenem dënimet nuk janë të njëjta. Sikur çka nuk janë në xhennet gradat e njëjta. Për shkak se nuk ka shi barabart jo muslimani i cili ka mbyt njeri me atë muslimon, me atë jo muslimanin i cili nuk ka cili ka mbyt. Ai që mbyti njeri dhe jo musliman, me ata që s'ka mbyt njeri dhe jo musliman s'janë barabart. Pra ai që thash musliman është në xhenem për gjithmonë, po nuk e ka dënimin si ai që thash musliman edhe ka mbyt njeri. Po nuk do më thonë se ki do të kënaqet pra. Allahu ka thonë Kurani Kerim: fela ju khaffafu anhum yawmaidhin wala hum yunzarun. Nuk ju paksohet dënimi. Edhe mazi se kjo, edhe ma ashpër se kjo, tha wala hum yunzarun. Tha Allahu Jalla Jalaluhu: edhe na një ditë prej ditëve nuk do të vetë puna që do t'ju lejojmë këtive me mendu se kjo do të krijet. Tha, do t'javë pengojmë, do t'javë ndalojmë që me ju ardhë në mend se ki dënim do të krijet dhe një ardhë dhe të dalim për këtu. Kjo mo kurës do t'ju më teket. A mundet ati mës me ju më tek edhe këtë mundet. Po e një shembol kësaj dunjohë e pas taj këta e kuptojmë vetë. Allahu i tha Haxhës pejgamberit alayhi salatu wasalam në Kurani Kerim, në surat Tabbat Yada, tha ja Aba Lahab, ke me hinë zarmin e xhehenemit, i tha Rasulullah alayhi salatu wasalam Haxhës vet. Se Allahu në Kur'an tha sa yasla naran dhata lahab, ke me hinë me një zjarm me flak. Dhata lahab, ke mu gjeg flaka e xhehenemit ka me gjeg. Kur mo asnjëherë s'ju kam te këtan jetës me thonë unë jam musliman e dale për nga merin rejnë. Kur s'ju kam tek me bo këta? Po t'ju kish më tek ka pas me bo.
Çka po thuja Muhammed? Unë në xhehenema? Po. A jeti ai që ke thonë se si të kalesh në Islam fshihen gjunot? Po. Ja pra unë jam musliman sot. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Edhe kejt kjo çka është Kur'an pik ke poshtë surat të betjeda u dashkë ndoshta mu fshi prej Kur'ani Kerimit, ata që s'e ban njeriu faktikisht, e do të ngatrohet një sistem hinor tansisht me një fjalë të Bulehebit, se ja, ti po thunë do t'i në xhenem, po që jam musliman si pra. Prej kësaj sure, prej zbritjes së kësaj surës mo, as njëherë Bulehebit si ka shku ndërmen me bon këta, deri a diçka ka vdik edhe akrimet. Pra, edhe ditën e kiametit nuk do t'ja vlejon Allahu me ju mtek xhehenemlive, se do qafirave xhehenemli, se do njëherë a thua dhilet pi këtu. Kur si mteket kjo? Wa idha ra'a alladhina ashraku shuraka'ahum, kur do t'i shohin njerëzit ata të adhuruar të vetë që i kishin adhuru veç Allahu xhalla xhelaluhu. Ajeti trishtueshëm me të vërtet. Kur t'i shohin udhujtarët, idhujt e vetë, statuja gjit, statujat e veta, puta gjit, putat e vet, idol gjit, idolet e veta që i kanë boj ibadet, veç Allahu xhalla xhelaluhu, do t'i thojnë Allahut, do të mundohen faktikisht, Rabbana, haulai shurakauna alladhina kunna nad'u min dunik. Tha këto janë do të detyrimisht, jo me dëshirë, detyrimisht, do thënë këto janë ata të cilët na veç tije i patëm bo zotna. Kjo përgjigje ju bëhet në formë detyre, obligativisht që të shofe ta njerëzia prej Ademit deri në fund, se pas këtë qenë të gabuar, para te pa e meritoni dënimin. A shumë vështirë. A shumë vështirë me ta sjell hetuesi që ti në gjigj me pranu. Se modeli i gjigjit a dim që shash. Kush ka dalë në gjigj e di, unë s'kam dalë në gjigj kur. Përveç se për kerrin. Modeli i njerëzve që advokatët këshillojnë, hetuesit jo pa advokati këshillon, mbrojtësi këshillon, ban çka dush veç mos prano. Se modeli i gjigjit për me u qetësu, për me u shbrit të poshtë është mos pranimi, nëse mujtësh me qindru. Nëse mundësh me qindru mos me pranu e ke gjigjin më të lehtë. Është fjala kështu, veç mos pranoti. E tani kalojnë diqish punët. Këtu ditën e kiametit modeli i gjikimit ndryshon krejt për këtij dunjos. Atje xhamatin ndershëm ta sjellin të detyrojnë me thonë mua ti ku ke qenë. Mua ti ku ke qenë. Atje është për krejtësisht ndryshe prej gjigjeve të kësaj bote. O Zot vet, o Zot, që ki puti është ai që i kam boni ibadet, këti i risha unë sejdë. Këtu në këtë botë se kam njoft, se kam pa kur, shef të sot pesho, në gjyqin këtë dunjo, se njoft këtë njeri, se kam zatret asihare, shtima pa një pru kush e tha, se kam pa kur, ditën e kiametit, po, ki lisi asha i shka i bansh në ibadet. Kjo fotografia për mi kokë, që po mëri muë asha e fotografia që unë e kam pas, po thojnë tash, e kam pas adhuru këta. Ke adhuru papën e ke adhuru apo? E ke adhuru kanktarin apo? E adhuroj filan kanktarin, e adhuroj filan sportistin. Edhe mua ja kanë nisë po më thojnë, do valla o gjë bashkë të adhuroj, ati? Thash atë mëra një ditë njëri të më falni, asë ma shko në ulltone atje. Atë se duesh me u turpnu prej kësa fjale, se kjo a fjale modhe, kjo fjale në zërë prej fes. Kjo fjale në zërë prej dinit. Prej kësaj fjale e ta ne duesh me boj istikfar me u këthin islam prap. Kush adhurohet? Ku i takon adhurimi? Allahu xhalla xhelalu. E tash ku i po i takon? Ku i mos? Ditën e kiametit. O Zot, që kjo është ajo këngëtarja që adhurojsha unë. Allah, e pse tash? Pse kështu? Kjo pyetje çka po duhet? Kjo pyetje në asjell të ka dal te formula e ditës kiametit. Te formula e ngjarjes absolute të ditës kiametit, ditën e llogarisë. Ot Allahu xhalla xhelaluhu. A këti gurit i kene në koma? Po. Lip prej ati nëse ke nevoj dë nisen me lip sot. A këti këngëtarit i ki bo adhurima? Po. Tamam, e dim që i ki bo. Lipi prej këti nëse ke nevoj me lip dishka sot. E ju këngëtarët pra. E ju sportistat pra. E nëse jeni edhe gjallar pra. E ju njerëzit që për ju thojnë për ju adhurujmë. Thuni dilni me lapsa, me goja. A me lapsa, me goja, me gazeta, me televizora.
dilni thun ju njerëzve, o njerëz, tërheqni fjalën të adhuroj, tërheqni të mrapa, hekne këtë fjalë mas, ju kërkoni prej popullit mos që thojnë kështu. Se nesër pastaj lipi njerëzit prej juve me ju thonë, ate që ju faktikisht nuk e posedoni. Ate që ju nuk e posedoni. Unë jam i vetëdijshëm, edhe ata shumë, i nivelit më të lartë të vetëdijës në këtë kontekst kështu, se njerëzive biles janë të një ato për këtë, po ato po punojnë për këta me qenë të adhuruar, po investojnë, po ngritën e po mundon me artë të ajo që njerëzit të adhurojnë, e tonë e majsë vrame me arsije se, Hoxha Efendi, na po e dim ti shka po thu, ama kjo e jo një se ka tretmonin ti shka po spjegon. Kjo është qëtër sen. Kjo sa, ato s'po falen për neve. Jo, ato s'po falen për neve. Po ato po falen namazin e smutit. Pe bojnë namazin e smutit. Ato në kauç po ulen, e tani po jezin 6 orë, ama s'po falen. Ato s'po falen për juve, veç jacien pa arrojnë me fal të ju ngu juve. Ato s'po falen për juve, po gjumon për elon të ju ngu juve, apo. Ato s'po falen për juve, po për elon namazin me arën koncert me ngu. S'po falen për juve, ato veç për ju adhurojnë. E tani njëni po qohet po thot, haptas, unë për filan kanktarin edhe jetën e japë. Kjo sa është adhurim, apo? E jeta për ka jipët, pra jeta jipët për Allahut. A jipët për dikan që tërkan ajo? Ajo jipët për namuzin në emnin e Allahut. Ajo jipët për gruën në emnin e Allahut. Ajo jipët për motrën në emnin e Allahut. Ajo jipët për gjakun e familjes në emnin e Allahut. Ajo jipët për atë dheun në emnin e Allahut, për atë dheun. Për mamadheun tanë, për atë dheun, për vendin e babës tanë, për vendin e këmbëve tua, në emnin e Allahut, edhe për qëtër emër ajo nuk jipët, se s'ka hesab, se si ke di, se nuk të paguat ndryshe nëse nuk ashtë në emnin e Allahut, këta duesh ta kesh qartë, si se nuk të paguat, asë njëherë nuk e merë Allahu parasysh, për shkak se ditën e kiametit a i të thot, për kënd edhe ashtë për një emën qëtër, lip prej ati nëse ke me lip dhe një sen. Pra tash këthau, tash me nëqërohu, lej prallat, ik prej prallave dhe prej prallzave. Ik këthav në vendin tanë, ku e ke vendin. Wa idhara alladhina ashraku shurakaahum. Kur ti shofi njerëzit idhujt e vetë që i kanë bua dhurimative, idhuj, loj ka, që ka mos. Thojnë ato rabbana haulai shurakauna, o zot, këto janë ato që i bajshmina i badet vestije. Kunna nad'u min dunik, i lutshmi, në vend se tije të lutemi, i lutshmi këtive, në vend se të lipim prej tije, i lipshmi prej këtive, fa alqaw ilejhimul qawla innakum lakadhibun. Edhe vetë ato ditën e kiametit, detyrimisht do t'ju folin putave dhe idhujve të vetë të ju thonë, pas keni qenë renca, na pas keni pas mashtruhe, na pas keni pas rejt ju neve, ditën e kiametit. E ta shka jeni të prit ju se gjemot me thonë une? Kur gjos jeni të prit? Unë do t'a them ate që me të vërtet jeni të prit me thonë. Vohën. Këto është defekti, vohën. Kjo nuk ndihmon në gjonë gjemotin dërshëm. Po ato kur t'ju thojnë putave të vetë, na pas keni pas rejt, ju qenë kitë trautia jonë me ma dhe pas keni qenë. Allahu a ju thot këtive, tash u arsjetut, jo, kjo s'ka me ndollë. Dhe në ajetin e gjej tha wala hum yusta'tabun, tha nuk i lejojmë që ato të folin një fjalë në shpinën e qetrit për ta pajtuar Allahun xhalla xhelalu, kjo nuk do ndodh ditën e kiametit. Wa alqaw yawma idhin ala Allahi salam, tha a dit do t'jen të dërzuar mas këtive momenteve dërzim total, pa fije shprese se për ta do të dadën i narjat, për ato do të dadë një gjojë veçant emnin shpatim, pa fije shprese. Ki moment, është momenti kur marin fund gjemotin dërshëm 50.000 vite ndejnë kam. Këto fjallë që po i spjegojnë në surën An-Nahl në ajetin 85, këto ditën e kiametit bisedon, pasi që i zullumqarët i kanë bërë 50.000 vite në kam. Pa lujt prej vendit fare. Inna yawman inda Allahi ka alfa sanatin mimma ta'udun, një ditë e Allahut janë 1.000 vitet juajat në këtë dunjo këtu. Pra 50.000 vite në kam, se cila dit 1.000 vetë të kësaj bote. Në kam për logari.
Dita e llogarisë. Na kemi jetu 50.000 vet, na kemi jetu 50 vet, çka u bë? Prej 50 vet në 50.000 vet. 50 vet kemi jetu këtu, 50 vet rrim ka, më gjallë krijet. Allahu as punon me drejt, apo ai punon me drejt. Ti hinë vjedh shtëpinë e filonit për 5 minuta e pastaj hetimet 500.000 minuta zgasin. Kështu e punë pra. E vrat njeriu për 1 sekond. Hetimet, procedura, gjikimi, hiç pa bë kur gjo që 3 muaj u banën në prag të gjikimit, në prag të gjikimit, në prag të gjikimit nesër, në prag të gjikimit mas nesër, hiç pa bë asnjë sen. Pa bë kur një dam, pa u mbit kur kush fare, pa vdek kur kush fare, pa u la asnjë xhenaze, pa u ble asnjë metre qefin, pa u bë kur një sen faktikisht. Në prag të gjikimit, në prag të gjikimit, po hajde mo në prag të gjikimit, çka u bë kur çose bë? E pra, hiç pa pas kur gjo 3 muaj po zgatke. Po kur ndodhet diçka zgat 300 muaj, Allahu xhelle xhelalu tha, "Mo për këtë ditë llogarisë e ka këtë emën. Mo për atë ajo do të zgat." 50 vet keni jetu këtu, po llogarien 50.000 vet e keni. Ndrisha, mujt të shkosh me argumentu ndrishe, edhe ma thjesht pak. Për sa hanë sofrën e iftarit ti? Për sa ko prej se të bjen lodra e deri të ngrejesh prej sofre, sa zgat ajo? Thuhet ti kështu, ato janë 15 minuta. Aq, 15 minuta. A u krija? Jo sa krija hala. Që ato që i kanë në sofër, që ato gjona që i kanë në sofër, sa minuta janë hargju ato për me ardhë në sofër? Llogaria me ato ashe lidh me nuk ashtë me ata se për sa minuta i ke hongër të ato. Llogaria ashe lidh me atë copën e bukës prej të fara e grunit, me atë fehurme prej ka ardhë, me atë zejtinkën prej ka ardhë, me atë laknën ku ka qenë e mëllme, me atë laknën ku shë shiti, me atë laknën ku shë bleu, me ujin ku e ke marë, me lugën ke e ke marë, me sofrën ke e ke marë. Kejt ato që i hongre ka llogari, i ke hongër 15 minuta. E me janis me i spjegu pika kanar, sa duhet pra. Llogaria me këta ka të boje, jo me kohën për sa ke hongër sofrën. Për atë, dita e gjikimit, ashtë 50.000 vite e gatë. Mirë po, detyrimisht edhe njerë po thom, njerëzit janë të ornuar me pranu. A do të ndodhë që do nuk do të pranojnë? Do të ndodhë i nderuar i gjematë edhe kjo, se do të mundohen mos me pranu edhe a ditë. Ama, do të mundohen mos me pranu. Allahu xhelle xhelaluhu e kthen kasetën ndryshe ditën e kiametit. Shkojmë nas bashku me ju tash surën Nur atje, në juzin 18 dhe e shohmi si flet kaseta tjetër. Yawma tashhadu alejhim alsinatuhum. Do të dëshmojnë gjuha ditë. Nëse do në me lëviz prej temës ditës kiametit, Allahu tha do të mbyllim. Wa aydihim durt. Po, unë nga ta atë prej pëmës atje. Dora vetë, unë nga ta atë. U argjuluhum, këmbët, po, unë hina në dhujën. Bima kanu je falun, ja u me idhin ju afihim Allahu dinahumul haq. A ditë Allahu gjelle gjelaluhu, ja fqet argumentet e vërteta për parasish, u e alamuna anë Allaha hua l'haqul mubin. Ato e din atë ditë se Allahu gjelle gjelaluhu, edhe veprimi i ti në tokë që në qenë ka i vërtet. Vonë. E din po vonë. Do të flet lëkura e njeriut. Është habit muslimanin ndoshta kur e kanë dëgju fjalën se lëkura e njeriut do të flet ditën e kiametit. Jo që do të flet ajo, po do të flasin di pra. Do të flet lëkura edhe i Zoti lëkurës në mënyrën e vet që ka folë dunjo. Qalu lima shahidtum alejna. O ti lëkura jeme, pse po më dëshmon sot mua? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay. Do të thot lëkura jote, o ti zotri. Ai që na dha, ai që dha ti mundsinë me fol në dunjë kur ishe, ai ma me goj, ai ma dha mundsinë sot me fol me lëkur. Se faktikisht edhe këto instrumentet ngoj shka janë, edhe këto janë lëkur me isprami që po flasin këtu. Pra mos e çudit se sot fol goja nëse nesër folin këto gishtat. Mos e çudit fare hiç, se edhe kjo edhe gua një gisht. Edhe aja mish, edhe aja gu, në vend se telat këtu do të jenë telat ka mos, do të jipot mundësia me fol për dëshmia është fjala. Wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Allahu ka thënë Kurani Kerim në vazhdimin e ajetit,
do të krihet me ta edhe rrenat e tyre. Kështu tha, do të krihet me ta edhe mundimi i rrenave dhe shpifjeve të ative. Faktikisht shpifjet nuk do të kalojnë. Alladhina kafaru wa saddu an sabilillah. Kush na çenkën këto? Allahu xhalla xhelaluhu tha, këto që shpjegum tash na janë jo muslimanët. Tha alladhina kafaru wa saddu an sabilillah. Tha ato që kanë bërë kufër edhe e kanë pengu të mirën. E kanë pengu të mirën. E mundon dersi i hoxhës shiqotash. Ka njerëz që janë musliman, e mundon dersi i hoxhës muslimanëve kur ju shpjegon. Është çudi e madhe interesant. A ditë shiven, sikur mua për shembull mu bëu aq i pa aft, edhe aq i pa ndershëm mu bë, e në dhomë teme me mundu mua pse prifti po shpjegon kish krishterizëm. Nëse kjo gjomë mundon me të vërtet, jam shumë i pandershëm në atë rast. Jam shumë i pandershëm në atë rast. Jam shumë i ngusht në atë rast. Unë s'di me jetu gjanë. Faktikisht unë nuk di me jetu me kujshie në atë rast. Islami e ka rregullu çështjen ti musliman, kujshia jot jo musliman, kujshia jot jo musliman, 5.000 vetë mundi me jetu pa probleme. Se stat sistemi është e rregullu. Erë një grue, tha e Rasul Allah. Erë një grue, tha e Rasul Allah. Tha kam një non. Tha në regull. Tha ajo po më viziton mu e shpesh. Po sa është musliman, tha s'ka kalu halon din. Tha ata lo me himrenat e shpia. Tha Rasulullah a.s. Jo ata lo. Tha e ke obligim me leju me hit e shpia. Sa nana jote. Sa muslimon? Ashtë nana jote, tha. Ar Gjibrili a.s. e solin një ajet në Kurani Kerim për këta njerëz që babën nuk e kanë musliman, edhe nonën nuk e kanë musliman. Ar Gjibrili solli ajetin prej qiellit, tha Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tha nëse baba dhe nona jo musliman të dhunojnë me bën një të keq edhe me dal prej fesë, me kthin fen ative, mos i ndero ato. Mos ja prano urdhnin, jo mos i ndero. Mos i ndero për pranimin e urdhnit. Tha wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Tha në botë, në këtë botë sillu me ta mirë. Tha në këtë botë sillu me ta mirë. Çka do të thosh? Zguxon me u bë keq ative, dush me u çu hedia ative, dush me u çu dhurat bajrami ative, dush me u çu mish kurbani ative. Ato s'janë musliman, po s'janë musliman, pa është prindë tu, janë prindë tu. Janë prindë tu jo musliman. Kështu e ka rregullu Islami çështjen. I nderuar i xhamat, nuk ka shki dini ngusht. Nuk ka shki dini ngusht që e ka xhamin sa të banjës. Ki ka xhamat asim ndriçues të mëdhaj të stenës. A shkrejt qel faktikisht. E këto të 50.000 viteve, këto të detiruar ditën e kiametit me dëshmu, kush na qenë kanë thana, qenë kanë ato njerëz të cilët kanë bo kufër edhe e kanë pengu të mirën. Prej në dhoma që ati që sa muslimani pengon pëse hoxha pi spjegon islamin muslimanve. Po hoxha islamin muslimanve pi javë spjegon, ative që me vullnet a javë spjegon, e me vullnet vinë qertë me ndëgju. Po s'pëmban mu të aman, pa i me të boti të aman të je musliman, atëre se islamin muslimanit i ban të aman. Edhe mua, prifti Gjermani kur të spjegojë krishterizëm në katedralën e Kellnit, edhe mua së mban të aman. Mirë, po unë, shka baj? Prej ka aftësit mendore dhe shkencore të mijat edhe nga menquria që posedoj, unë thom, me konë ki prifti mos ta spjegojë krishterizmin se s'po mban mu të aman, atëherë jam i smut. Po kur jam i shnosh, shka thom? Ki po spjegon, unë pesho se sa në regull, po ajative po jam spjegon, ajative api u ban të aman, tamam. E shka u bo, por e spjegoje, vjen dita ku kejtë mund bojnë të aman. Ato që i kanë bo kofrë tha dhe kanë pengu rrugën e Allahu Gjelle Gjelalu, zidnahum adhaban fauka l'adhab. Tha këtyre pra, jau kemi vu azabin, e pastaj ju kemi vu azab mbi azab, tha Allahu Gjelle Gjelalu. Pse azab mbi azab? Tha kanë bo kofrë një, pastaj i kanë pengu i qertë. Vetë si janë bo musliman, po edhe qertë i kanë pengu mësë mu bo, që si janë bo musliman një azab që i kanë pengu qertë, pëse s'pejlon me heste para, bima kenu jufsidun, tha këtë azabin e dit, azab mbi azab, përshka këse të shregullojshin tokë.
bëjshin shregullime. Wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahida. Kjo ajet është pavarësisht i njëjtë me një ajet që kemi shpjeguar para ditëve për çështjen e dëshmitarëve, pejgamberëve të Allahu xhalla xhelaluhu. Prap ajeti tjetër, po kur vjen një ajet në Kur'anin e Kerim na kemi shpjeguar se është ajo vepër më kuranore më shumë me rëndësi. Se ka ardhur ajeti dihari përsëritur për një punë. Ka thonë do të nxjerrim ummetet ditën e Kiametit se i cili dëshmitarin e vet. Kejt do të dëshmojnë për ummetet e veta, tha waj'na bika ala haula'i shahida. Ja Muhammed, edhe ti ke me dëshmu për ummetin tan. Wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan likulli shay. Kja është ajeti 90 Kur'an, ajeti 90 Kur'ani Kerim nderuar i xhamat. Ajeti 89 të mfalni. Wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan likulli shay. Tha kemi zbrit Kur'ani Kerimin o Muhammed tije spjegim për çdo gjë. Ibn Mas'udi radiallahu ta'ala anhu në komentin e këtij ajeti thot kështu: Inna hadha al-kitaba unzila alayna bi kulli ilm. Pik. Tha ki libër na ka zbrit për Allahut neve muslimanëve me gjitha shkencat në te. Kështu e ka komentuar Ibn Mas'udi radiallahu ta'ala anhu. Me gjitha shkencat në te. Shiqoj nderuar i xhamot. Ta shka mos për ndigjon ti? Ndigjon në dhomë, ndigjon në televizor, ndigjon lexon gazet, lexon një revist, lexon çka mos ndigjon. Për shembull, thoi njerëzit. Ki hoxha i ka spjeguar, i ka studiuar shkencat e fes. Ki qetri i ka spjeguar, i ka studiu shkencat eksakte, po i thojnë. Qetri thot, ki i ka shpjeguar dhe i ka mësuar, i ka studiu shkencat fetare. Ki qetri i ka studiu shkencat natyrore. I dashur i xhamat. Kjo nuk pin të na uj, si pas islamit. Këto fjali, nuk pin uj të na. Se faktikisht nuk ekzistojnë shkenca qera. Kejt janë shkenca islame. Fizika është shkencë islame. Biologjia është shkencë islame. Matematika është shkencë islame. Ekonomia është shkencë islame. Fiziologjia është shkencë islame. Medicina është shkencë islame. Seizmologjia është shkencë islame. Meteorologjia është shkencë islame. Këto janë keq shkenca islame, për shkak se janë kuranore. Allahu tha wa nazzalna ilayka al-kitaba tibyanan likulli shay. Ti kemi zbrit librin e Kur'anit Kerimit spjegim për çdo gjë. Edhe një herë po kthehem e po them, o ju njerëz që po ju duket ka një herë se hoxha po futet ka mos në përlëmi, na nuk po futemi në përlëmi, na jemi mrenda. Na s'kemi dalë se kur është hoxha matematicien të i mirë, a i s'ka dalë prej hoxha lëkët, se hoxha lëk është, matematika është hoxha lëk, biologjia është hoxha lëk, studimi fizionomisë njeriut është hoxha lëk, anatomia është hoxha lëk, medicina krejtësisht është hoxha lëk, biologjia hoxha lëk, matematika, kejnë këto hoxha lëk janë, po është hoxha i vogël kur si din këto. E sa ma shumë dije prej këtive, është ma i fuqishëm se Allahu në Kur'an tha, kejt shkencat që ju i studioni, kejt ato janë Kur'an mrena, kejt ato janë Kur'an. Tha Ibn Mas'udi, na ka zbrit Allahu këtë kitab neve, me gjitha shkencat mrenda në ta. Po anë dhe pra masi qenë ka kështu, argumentoj pra me ajete ta shofim, kua matematika, kua biologjia në Kur'an, kua është në Kur'an meteorologjia, ja, thjesht. Bismillahirrahmanirrahim. Ekonomi, bazë. Thënë, wa kulu wa shrabu, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Thahani edhe pini derin mëngjes, e pastaj prej mëngjesit deri mbrëmje, ninoni. Tashti unë kush doje ta ne të shpjegoj çka ka ekonomia me këta, unë jam ekonomist mo. Unë jam hoxh. Tha wa kulu wa shrabu wa la tusrifu. Hani edhe pini prej të mirave të kësaj dunjoje. Mos bani masraf, mos derrni, se ekonomia ju vjen poshtë pastaj. Nëse bani masraf ju të ne darsmën mos e ne bani. Nëse bani masraf se ne bani darsmën. Tha nëse bani masraf se ne bani darsmën. Ama nëse bani masraf tepër, as darsmën se ne bani. Se ne bani.
me pas qenë ekonomist, që tash e kishe kuptu shka tha në fund na. Na darsmën për e bojmë, apo? Ama se në për e bojmë darsmën. Pse lisht ka ekonomia. E kush na ka pengu që së në për e bojmë darsmën, që së në për e bojmë darsmën, na ka pengu bëmja darsmës. Kush i ka kompliku këto? I ka kompliku këto qeshtja e muslimanve kur ato honën ekonomike islamikisht nuk e din. Tu mendu ato se ekonomia është me shku në fakultetin ekonomik, me studiu ekonomien, me hap një biro pune, me bo tregtime jashtë me mrena, na golemo i malo, edhe ekonomia drejtojt. Ajo nuk është më njëherë drejt për zdrejti qeshtje e drejtimit ekonomik. Po duesh me ditë sa qish me bo darsmën, për me mund darsmën me bo. Se të ne e ban darsmën, e se ne ban darsmën. Kaq. Kua është medicina në Kurani Kerim? Kua medicina në Kurani Kerim? Medicinën s'pa spjegoj me Kurani Kerim, po e spjegoj me gradën e ditë pra. Ka thonë Rasullullah në hadis, a i qisej në kaumun la në kulu hatta në gjua wa idha akelna la në shba. Tha na jemi një popull që nuk ham pa untu, kur të ham nuk ngimi. A ban kejt katonarët me pas ka një mjek të shpia me au mot gjakun natën e Arifës, se 95% të agjiruzve e kanë shtipin e gjaki ditën e Arifës ma mirë se që e kanë pas para Ramazanit? Ashtë realitet. Tha ne jemi një popull nuk ham pa untu. Para se të na thirë oreksi për me ngrën nuk ngrën. Tha dhe kur të ham nuk ngimi. Dhe të thot, e lam na pak unët një kashore. Atëhera shkojmë të mjeku mo? Në nuk shkojmë të mjeku në atë rast. Se mjeku i Egjiptit, i cili ardhë dhurat nga Mukaukisi, mbreti i Egjiptit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam i dërgoi digra, edhe disa deve, edhe një mjek. Ai 6 muaj nejtin në Medinë. Mas 6 muajve e lajmëroi shkumjen e vet. E lajmëroi apo shkoi në pika ka marrë, edhe shkoi i kallzon pejgamberit alayhis salam. Than mjeku shkoi për Egjipt. Tha pejgamberi, pse shkoi ai? Tha po u anku mjeku. Tha pse u anku, mos i keni damtu mjekun? Tha jo, tha si kemi pas gjë, po tha ai na tha një fjali kur shkoi. E tha çka tha mjeku pra kur shkoi? Tha mjeku, çka të bajnë në Medinë? Që 6 muaj s'ka ardhur asnjë mu kontrollu. Shok të pejgamberit, 6 muaj mjeku s'ka ardhur asnjë mu kontrollu. Te na do shkojnë mu kontrollu mas sifirit, se janë oj me mantia, kanë hongër të hollume. Kanë hongër se ato se dinë se gjonat e hollume me fartë, shka i bojnë thatit? Ato se dinë se ato thartin e trazojnë prej funit bunorin, ka pak bunorit e nxesin. E nxesin, harrojnë. Tha shkojnë të mjeku, do shkojnë të mjeku mas iftarit. E tani gjimësore i duhet mjekut me ndëgju. Ku pikuja ka nisë? Maj spari, hoxosën bona, doktorësën bona sabër, me insoferin jahat një bakaluje ngrejta në kom. Tamam. Kur gjo ma shumë nuk duhet. Kur një sens duhet ma shumë. Tone në mosh, ka të bajsh ti pa qetre keme shku të mjeku, se ke piu i në kom. Medicina kuna qenë ka neve, ka një liber e ka emnin top bun nebowi. Medicina e pengamerlëkët, medicina e pengamerit ton. Shqyqot është pra, ka thonaj, sallallahu alaihi sallam. Tha qka tha mjeku? Tha mjeku tha 6 muaj i bona, s'mu kontrollohet kur shkova edhe shkoj me të vërtet. Tha Rasulullah alaihi sallam, s'ka pas tha faj mjeku. Kështu tha, s'ka pas tha faj mjeku. Ne jemi një popull që s'ham pa untu, kur t'ham nuk ngihemi. E na nuk shkojmë të mjeku na, se kështu e kemi punën. Tha, bihasbi mrin, lukaimatun jukim në biha sulbahu, bol e ke kafshatat me të cilën e manë korrizin drejt. I dërguar i Allahu Gjelle Gjelalu. Bol i ke kafshatat me të cilët e manë organizmin tanë drejt. Tha, in kana la mahala. E nëse s'ka mundësi ndrishe, shka kjo? Shka do me thonë fjalia për nga merit nëse s'ka mundësi ndrishe? Ta shtja i dënë me nëjë qelë një ullë neve me ongër ma shumë se shka tha. Kafshata për me majtë korrizin drejt. Ta shti do me thonë, nëse s'ka ndrishe qare, do me thonë për do me nëjë qelë ullën me ongër ma shumë. Kuj pra, jo kejve. Tha, e hapim rrugën na,
në përmet hadisit me hongër do ma shumë unir, e do ma shumë vjab, e do ma shumë mish, e do ma shumë buk, që ato që i punojnë pun të rana. Se ato me hongër një kafshat sa me nejt drejt, a i te puna më njëherë bati shtremt. Se nuk është loj me shati me punu të rinë mramja, po, nuk është loj. Pra, e ka për qëllim në fjallorin modernaj, me në spjegu neve i nderuari, se ju që i punoni pun të rana, ju ani pak ma shumë, ju ani pak undir, se ju hargjoni ma shumë, juve në kubën e ndezjes së tretjes ushqimit, kundezët, është instrument brenda kundezën ushqimet, ku kubot kallja ushqimeve. Ju atje e keni punën mirë ju që punën puntrona. Ama qito ju me lapse, me kravata, nastala, gjithë ditën, këmën mbi këmbë, e halitu, e mërzitu, e pi kafe. Ju qito zate e pat gazepin. Shtipja nalë, shtipja poshtë, tensioni, tasioni, pritisaki, nalë poshtë, infrakti, sa shregistrun historien e shokët për nga merit se njoni vdish prej infraktit. S'ka ndodh, ki vdish prej zemrës, nuk ka ndodh. E tash, ato të rebelizum për ka të menduarit më njëherë dojnë, me që me shamu spjekon pash zotit, ku ka pas be atër instrument me ditë se ki vdish prej zemrës, mara. Me mara në fund maron. E ku ka pas be atër aparat me mos tipin e gjakit, mara. E ku ka pas be atëherë aparat me mot zemrën be mara. O ti mara, atëherë ka qenë aparati më i mirë për me zbulu smundjet që mos ka egzistu as njëherë. Aja aparati atëherë që i ka zbulu smundjet edhe i ka diagnostifiku mas anamnezës së bukur edhe i ka dhënë terapien. Aja aparati ka pas emrin Muhammed ibn Abdillah. Aparati ka pas emrin Muhammed. E ka pa njërin e zaif nu dhe veç kocin, ta kam hia. Taala, atë këtu. Pse je kështu? Tha ja Rasul Allah, unë jam zaif, kështu jam. Po pse je unë po të pys? Tha kështu jam, tha atë s'ka. Një api ative 100 kilogramve, tha atë ati. Mere këtë guri, 10 kilogram, tha. Qitja ati ndorë, 5 metre largë. Qitja ati këti, qitja ati. Ti qitja këti, qitja ati. 1000 herë, 1000 dit. 1000 herë në ditë, 1000 dit. Tha 1000 dit. Këto sa vetë bojnë këto? Këto bojnë 3 vete gjimësve, po. Mas 3 vete gjimësve, që aj zaifi aj. Aj penkala. Aj penkala u bake banderi dalekovodit. Edhe e mirë ke Rasulullah a.s. me veti. Atë zaifi një herë e tha, ti qka po banë? Tha, hec ka me muë. Pse e kështu një qëtër? Tha, kështu jam, tha, hec ka me muë. Dhe në drunin ati, i mori shigjet ataj, tha, gjuj ati. Gjuj të veni ku a dhenë, gjuj ati, tha. A i gjujti, tha, gjuj hala. Tha, gjuj hala. Tha, sa të gjuj, ja Rasulullah. Tha, 1000 herë, 1000 dit. 1000 herë në dit e 1000 dit gjuj. E pastaj, kur u bon 1000 herë, në dit e 1000 dit, a i gjun të 1000 shigjeta me një birë. Tha tash hajde me muë kur shkojnë në për lufta. Se po të gjujsh ti 1000 herë, 1000 vene veç a veç, 1000 si shkopit dush mi bajt në shpin. E ti së në qosh për i vendit në atë rast. Po ti japu një 10 shkopit ti jap, e ti mi gjun 10 vetë muë, të 10 në mes 2 vetlave, ma ke kri punën. Unë pa ta thonë njerë prapë po thëmë, ketë mu më do, këtë unë i kam bindjet, po mu i me i pas bindjet gabim. Se njerëzit e tonë, e mendojnë vetën das, kështu, këtë qëtijit, e mendojnë vetën das, e mendojnë vetën një jaft, e mendojnë vetën një zhvillum, e mendojnë vetën për kejtë punë të organizum, a kështu, sahabët kërë spjegojsh për ato shumë të pengamerit, i mendojnë dë njerës me gjibe, kështu, me gjibe, a i të u gjaki i hunë gjëma ti, tu i frika la moqidjon, kejtë pluën a bo, me pyt disenda i nuk i din, edhe sarë dushja jep një dita jakë. Shok të pengamerit atë debutit. Ska qenë puna kështu. A i pat atë që kanë këtu edhe spjegur një dite? Njëni pjative ma la kartën muë. Nëse vendën e arë në Dubai, tha, kam qef me pi një kafe, mu ashtu qish na i banë ti të mushme me pite ti një kafe. Unë, këtë jullë, qështu ke aj? Po në kartë ishte aj që tërkusht, tha. Sekretari i princit Dubait, të Imarateve. Sekretari i princit, tha, kështu. A i princi ka 10 milion e $10 ditën.
Qashtu me mekër, qashtu me ishte inxhinier, ai më sprami kur nga dul puna ishte inxhinier. Po s'po të kallzojnë halkit se jam inxhinier. Ato nuk po vikasin, unë jam e kam bitisën e fakultetin e inxhinierisë Agës. Halkit s'po ta thojnë kështu. Ato që e kanë bitis fakultetin e inxhinierisë po të thojnë para tije se na i rujmë vend atje. E mashtroi fati një hoxh për ajo xhallarëve në Maqedoni, me këto mysafirët që kanë. E mashtroi fati. Ai xhamatit vet i tha, në taravia mas i shkuan ato tha, këto tha, këto ndonë tha me fustona kanë ardhur me na shit neve dije këtu. E mashtroi fatit ngratin, se nuk janë kështu punët, o i dashur, na jemi musliman, të gjithë ka jemi në botë, kush anë shpinë të gomorit edhe ashtë musliman ashtë vllavion. Ai që vozit gjumbo aeroplanin edhe ashtë musliman ashtë vllavion. Ai që i ka kri 5 fakultete dhe 2 doktoratura edhe ashtë musliman ashtë vllavion. Ai që i rull dhenët edhe asë një ditë shkollë se ka me mita edhe ai ashtë musliman vllavion. Ai që është sakat ati që ka arë prej strumice me kulic me javlip 1 dinar nëse ja ipni edhe ai i taravijave, edhe ai i namazit, edhe ai e fal namazit. Që e keni jashtë aderës, edhe ai a vllavion. Kejt ne jemi vllazën, çka ke ajo një hoxha më çu? Çka po do me bë? Unë mendova kështu zare. Unë mendova kështu. Ka mendu ki hoxha që jemi na kështu të veshëm, si na mo, për na shifni mo. Havardet tërin pikën e fundit. Edhe xhamati jon prej disa njerëzve po i merr disa fjalë se ai arapi me fustan ai arapi. E tash unë po du mu afru para xhamatit se unë me juve jam demek. Edhe unë e kam idenë e juve, unë si a bisha këto kanë ardhur këto. Këto me fustana. Me fustan? Që ato me fustana që kanë këtu, e kanë një shtet jo shumë të madhë. 600.000 vetë, 600.000 persone e kanë një shtet. Unë kur kam qenë në Dubai, në spital, për kontrol, ato i kishin autostradat ka 6 shirita. Ka 6 shirita me njën, 6 me njën, 12 shirita. Unë kur kesh ati, javë kishin shti bagerat me i prish. Edhe pyta, kjo është Megdan, nuk kanë fantazi kjo, thash, pyta, pse po i prishin këto autostrada? Tha, njoni prej ative njëzve, tha, të ngushta. Po i gjanojmë, tha, edhe do t'i ngrejmë 3 metre mbi shkratin, që me zallin mos kemi pun. Po i bojmë gati, tha, me vozit 600 km në sahat. Po i bojmë gati për kerat që shkojnë 400 km në orë. Për ato kera po i bojmë gati autostradat. Ku jema ti mërë baba hoxh? Ku jema ti që hala biciklën s'di me qumër a thas i drithit i shko që mërfuni. Që veç pak me të ngrejt kejt drithit pik poshtë. Hala biciklën me se kemë su me që pise ke linë në atë katunin tanë, i kej gropat e aklit, hala prej aklit s'po din më u kurtalizë dhe prej, a s'po të ven mara, a s'po tërpnohësha. Që po ta japë një das pa fustan, pra Zhilinovskin po ta japë pa fustan. Ven marë. Na duhet të tërpnohemi. Kësi tjetë dikush në botë mrapa prej këtë muslimanë, për javë thamë nem në Allahut. Me përgjithësi pse jam i gatshëm me mbrojt, për ata për javë thamë. Matë mbrapa metën musliman prej këtë muslimanëve në botë, ne jemi. Na pala shqiptare, na shqiptarët prej muslimanëve kam fjallën. Ma mbrapa me pun, edhe me vepër, edhe me pasuni, edhe me ide, matë mramd, na jemi ndashi besorin ndashi mo. Kenia ka hecë ma para se na. Zahiri ka hecë ma para se na. Zahiri. A një kua Kinshasa. Shumë janë para neve. Nigerianët shkun largë të ndëruar, a 1912 kanë qenë 12.000 vetë musliman. 1912, 12.000 persona kanë qenë musliman. Sot janë 86 milion musliman. Nigerianët e zi, a gjete Babangida. Si më stadini, ju trit për ku jam të folë, pra se ka geografia ju di sa jeni. Të Babangida, të Jekini a gje. 86 milion musliman për 50 vetë kanë kalu në fe. Largë janë para neve me civilizim, largë janë. E di shka tha, Jakub Agomu, e kam pas në medrese, ma ka falë kur jemi da, më ispravi ma ka falë librëve të zhvitit të ati muë. Libra ati mrena në gjami. Se kam pa atëherë mas. Tha, elhamdulillah, ka shkrujt në laps. Kur ka shkrujt atëherë? Elhamdulillahi alladhi khalaqani abden aswada. Tha, faleminderoj Zotin që më ka kriju të zi. Roft Bashkimi Afrikan. Me këta kam bëllë. Roft Bashkimi Afrikan.
Afrikën, sa popuj, e sa fe, sa milete, sa ngjira, një cull, a i në koj ka pas 19 vjetë, një 19 vjeqar e ka mujt me hetu, me i him renda në shpirt ati, me shkrujt me një libër të vetën, Rovë Bashkimi Afrikan. Nigerianët, Rovë Bashkimi Afrikan, e kanë ditë çka do me thonë Rovë Bashkimi. Të na hala se kanë kuptuar çka do me thonë bashkimi. Hala se kanë qartë, veç ja din emrin e gjermat, me shkrujt firmë mbi dyqan. Çfarë firma mbi dyqan një tjetër bashkim ka qenë ajo. Me hap vesh pak. Me hap sit pak. Sa s'ka ardhur dita që bëhet vonë, se kur të bëhet vonë detyrimisht pranon se ke gabu. Atëherë pranon detyrimisht se ka gabu. Po interesant, a ditë që të pranojsh detyrimisht se ke qenë gabim, a ditë gabimet e tua nuk bën fajde mos janë shumë vonë. Awa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay, jav kam zbrit librën spjegim për çdo gjë. Kurani i Kerimin spjegim për çdo gjë. Thash unë mos t'i ceki tash se do t'ju mbaj se të më falni. Hiç pa e tepru, Allah e din që nuk e kam në zemër mrenda me e tepru. A e din, pra a i në të dëshmuje. Se vallahi billahi, kam mundësit me ime një ders me juve masi qinie, e me albon një ders tamamile ju me arru se da ulli ka re. Ama gjithmonë e kam ndërmen juve mës me javbo të epër. Gjithmonë e kam ndërmen mës me javbo të epër. A disa e kam ndërmen. Aq fort ju respektoj, kam dëshirë që 1 minutë mës me javbo të epër. Deri kur jeni ati ju hazër për me ngu dhe me kuptu. Unë kam hinë 51 minutë pëse ja kam njës me juve sot. Nëse do një veç pak e trusmi sustën plaj, edhe harrojmë sa boj iftar. E me ja u vërtetu juve se a janë një me këtë shkencët Kurani Kerim ajo. Ato janë kejt ati sa Allahu tha, s'ka ilëm, s'ka dituri, s'ka shkencë që nuk e kam sjellë në Kurani Kerim. Kua shpengesa, kua problemi? Problemi atë, jo që fletimi jonë, jo ngritja jonë, jo dëshira jonë, jo apetiti jonë për fejnë tonë. E pse kështu, tu i këshirë qerën. Njone e ka hip biciklën me 8 shpejtësi, edhe ka dalë në autostradë në Tabanoc, edhe anis për Berlin. Sa me mujt një shishe ujnë veti, e ka nuat të feju për i shifni ato. Po shkona një për Berlin, shqiptari joni. Edhe po viket pin Tabanoc. Mële, ku janë muslimanët? Po ti ka ke njës biciklën? Ka po shkon? Ku po shkon me biciklën? Shkojnë në Evropë, po ti vetë ku janë evropianët, se a dje hu, po budalë, si mësë dish me i hu, vetë ku janë evropianët. Ti me vetë ku janë muslimanët, dush me konë ka Stambolli i njësë me biciklë. Te po është të në me vetë mu, ku janë u të kalzoj. E ta shpa, shi qo. Qistendil, Sofi, Harmanlë, Haskovo, Plovdiv, Svilengrad, Kapikule, Edrene, Stambol, Ankara, Adana, Aksaraj, Iskenderun, Antaki, Hatay, Halep, Humus, Damask, Aman, Mean, Tebuk, Tema, Medine. E pave se di, sa mire di këton. A krena se di, kështu, qështu, nuk e di. E pse po më vetë ti mu për ka se di, unë po s'po më vetë për ka e di. Apo do pi Amanit degët me t'i kalzu ku janë muslimanët. Aman pra, Akabe, pin Akabe në Kairo, Tripoli, Tunisi, Algjiri, Maroko, Rabati, edhe Casablanca, Darul Beida ka në Shqip. Këton, apo do ka në shmajt me t'kalzu ku janë muslimanët. Pra Damas, Bagdad, Tehran, Islamabad, edhe Nepal, edhe Baku. Në shmajt këton, Dushanibi. Apo ki qef mi dit ka janë muslimanët. Kuala Lumpur, Malezi, Indonezia, Jakarta, Surabaya, Sumatra, Pamakasan, Madura. Këto e kanë emnat e ujdhesave të Indonezijës musliman. Apo ki qef mi dit, a i pave ku janë? Pin Bihar, Shterin, Surabaj. Ku janë muslimanët? Po t'ja ke hupa? A i ki hup muslimanët ta? E ke marrë biciklën për shkon të atë qërë për mpit ku janë muslimanët. Muslimanët keton janë, jo ka e nisti. E ku janë qërët, pra qërët si dushti kalzoj për 5 minuta. E ku. Qa që janë qërët? Ha, co da marrë të kuftë. Edhe a gjehin tok, edhe këtu hin tok. A gjen gjallës për gjenemit, këtu gjallës për gjenet. Allahu gjelle gjelaluhu o gjelle shanu. Po e lusim me zemër në këtë fund Ramazani, o Zot. Banat mundur që ti gjojmë na vllazit ku jemi. Ti bane që na të adim ku jemi edhe ku janë vllazit e tonë. Ti bane që na biciklën ka vetë vetja, ka shpia jonë të drejtojmë. O Zot, bane ti të mundur që na darsmën të bojmë me gjithë darsmën. Bane ti ashtu që na kalojmë darsmën tonë mirë. Se darsma akzim. Darsma akzim. Egzimet e tona bane ti që ato të realizonin, insha Allahu Teala. Po në atë mënyrë si ti je i pajtuar,
zbrite shpresat tona ti, o Zoti jonë mbi ne, rahmetin tanë zbrite mbi ne, ato vllazërit tonë. Se sa herë ta përmendi këtë fjalën vllazërit tonë, marrohem me të vërtet, marrohem prej një punës, jo që më vjen marrë. Sa herë ta flas një fjalë për atë Kosovë, marrohem, më vjen marrë. A dini pse më vjen marrë xhamot? Se po tutna, se po e tham fjalën Kosovë me fitu po ena. Po tutna. Se mos po e tham helbet me fitu një poenë se hoxha e përmendi Kosovën, hoxhën e kemi të mirë, hoxhën e kemi demokrat. Thujme hoxhën e kemi musliman. Po tutna me përmend. Po prap, po tutna me përmend. Tash me gjithë tut po e përmendni pra. O Zot, bane mirë, ndihmona, edhe ndihmoju o Allah jonë ative fmive, ative grave, ative nonave, ative që s'patën mundësi me i bon si firat si na, ative që s'patën mundësi me i bon iftarat si tund, ative që edhe sot s'po kanë mundësi me i bon, ato janë na, edhe na jemi ato, po me të vërtet na jemi ato, jo jemi ato në fantazi, edhe ato janë na në fantazi, po me të vërtet jemi, neve muslimanve në dhem, ku t'i dhome njonit prej neve? Ashtu ne jemi, neve në dhem, ati ku t'i dhome njonit prej neve, ndokët se kjo ka ra pak poshtë. O Zot, për të lutemi, bane këta të ngritur, më të manifestuar të na, që të në dhome neve për atë qetrin ku i dhem. Tha, muslimoni është një trup, një gishti i kamës dhem, terin krije dhem, dhomit dhem, kam të shëtitin u borin notën. Dhomi dhem, po le dhomin dhomi dhem, kam të shëtitin në përobor, dhe me thonë, kejt dur me dalë, fërlo muq me shëtitin në përobor, për një dhem. Neve s'po në dhen një dhem, krija atu në dhim. Jo dhomi, koka atu në dhim, neve atu në dhim zemra. Jo koka, zemra po në dhem. Edhe për zemra nuk shkohet të mjekua. Edhe zemra kur këtë defekt rrijet rata. Edhe për zemra nuk shkohet një EKG me bo ku i ke halëta. O Zot, ndihmoti në shërimin e kësaj zemre. Ti ndihmo Zot që namazion të bëhet kabul. Ibadetet tona të bëhen kabul. Problemet tona të realizohen inshallah, të morin fund. Po të morin fund në dobien ton. Se në dobien ton me mor fund ashe drejt. Lillahi l-Fatiha.